Elsejt Hysaj ka treguar në këto vite se mund të bëjë mirë rolin si në të djathtë ashtu edhe në të majtë të Prapavijës, si në klub ashtu edhe me kombëtaren, por rekordmeni i paraqitjeve me fanellën kuqezi ka treguar talentin edhe në një rol të pazakontë për të. Para fillimit të stërvitjes së djeshme, lojtarët ishin të shpërndarë në terrenin e stadiumit Air Albania duke bashkëbiseduar, por edhe duke kryer pasime me njëri tjetrin në pritje të nisjes së punës në urdhrat e stafit teknik, dhe Hysaj vendosi të futej në port duke pritur një goditje nga penalltia të Hasanit. Nuk vënoi dhe nga mesfusha erdhi një gjuhetje kalibruar drejt katërkëndorit, por mbrojt si tregoi aftësitë e tij edhe si portier duke mbërthyer sferën e duke ja kthyer përsëri më pas në mesfushë me një shkelmim të fortë.